kisha di sa më arsim, sa më të plot, në një që të njifja botën që më rrethon, njerëzimin, veten time, shoqërinë, edhe të njifja si është jeta. Më në qëllimi im ka qenë që të vazhdoj shkollat, të arsimohem, në mënyrë që të kemi di arsimim të plot, që të jem pastaj një jetë të shërbej çdo lloj profesioni që mund të merrja. Kur ju shkoi në mendje për herë të parë që po, unë duhet të bëhem pilot? Vaja shkolla për pilot për mua personalisht ka qenë një rastësi. Mendoj nuk ka qenë një kërkesë me shkrim as në mendje se nuk e kam patur. Nuk e ke pasur? Jo, nuk e kam patur mendje sepse thashë ditë të parën që ne vedive se unë kur mbarova 7 vjeçare në Kukës, me Kukës nuk ishte shkollë arsim më të lartë, nuk ishte gjimnaz. Ju kishi lindur në? Në një fshat Kukës, në Brut. Në cilin fshat? Po, në Brut. Është kasi ish Kukësit vjetër, në anën e Hasit. Në anën e Hasit? Po, në anën e Hasit. Dhe vazhdova 7 vjeçaren, mas e varova fillorën në fshat, dhe me që nuk ishte institucion arsimor më të lartë Kukës, atëherë bëra kërkesë për shkollën ushtarake Skënderbej. Mua përvua shkolla ajo kërkesa, dhe pastaj në gusht 1953 kam marrë në Tiranë shkollën ushtarake Skënderbej. Po mirë, ju mund të kërkoni dhe një shkollë tjetër, po pse pikërisht një shkollë ushtarake? Në shkollën ushtarake për zona fila për të vazhduar shkollën ushtarake dhe pikërisht shkollën Skënderbej ka qenë një fshatar, një nxënës i shkollës ushtarake Skënderbej nga fshati im, se kur vinte me leje, atëherë shkolla Skënderbej kishte një veshje shumë të joshse për njën. Kishte një rroba të bukura, edhe me ato pantallonat ishin me vjet të kuqe, anash si me qenë general. Edhe u thashtë që do mundohem të bëhem si ky. Do ti pas ke parë një Skënderbegas? Po, një Skënderbegas. Sa vjeç ishe kur e pat atë për herë të parë? Ishe 10 vjeç. 10 vjeç, dhe thënë unë do bëhem si ky. Po, do bëhem si ky, do bëhem ushtarik, do shkoj shkollën ushtarake Skënderbej, të bëhem si ky. Të plotësua dëshira. Po. Shkua të shkollën Skënderbej, si dolët me mësime atje 4 vjet? Jo, sikur me mësime unë kam qenë gjithmonë me rezultate të shkëlqyera. Që fillorën, 7 vjeçaren, dhe në shkollën ushtarake Skënderbej, ky Skënderbegas ishte vazhdonte të ishte Skënderbegas edhe aty, po. Modeli. Modeli ishte në një klasë, bile dhe u vëmë dhe kohën e parë në një bankë, me këtë një Izdri Bilali qushe, nga Hasi, nga Vladna më duket e Hasit, ka qenë Izdri. Dhe pastaj atje vazhdova 4 vjetë. Shkollën ushtarake Skënderbej, për shkollën ushtarake Skënderbej ka qenë gjimnaz ushtarake. Po, gjimnaz, po e di. Po, gjimnaz, se kishte dhe lëndë të thishtë ati ushtarake. Se ishte një kontingjenti për të përgatitur, ishte shkolla për të përgatitur kontingjenti për shkollat e larta ushtarake, për oficerë të shtëpisë shqiptare. Pastaj ju mbarua shkollën Skënderbej dhe aty pastaj filloi ajo ndarja juaj, ju shkua direkt në Bashkinë Sovjetik? Në vitin e fundit, aty nga maj vitit 1957, na vjen për vizitë ministeri se në shkollën Skënderbej e vizitonin shpesh general të shtrisë, ministri i mbrojtjes Beqir Balluku. Beqir Balluku? Po, Beqir Balluku, vinte dhe shpesh dhe atje, po më shpesh vinte në mënyrë të përhershme Petri Dume, shefi i shtabit të përgjithshëm. Do të Beqir Balluku dhe Petri Dume? Po, dhe Petri Dume. Dhe Petri duke futur në klasë. Ja, Petri Dume është ai, prit, ai është Beqir Balluku? Po, Beqiri ky. Po, Petriti, kush duhet të? Nuk është Mehmet Çeu. Mehmet Çeu. Ai nuk është ai mbrapa, ha? Nuk është ai, Enveri, Mehmet Çeu. Zhukovi. Beqir Balluku vinte? Po, vinte Beqir Balluku. Si ishte Beqir Balluku? Beqir Balluku ishte njeri i komunikueshëm, si duke përgatitur se para se me ardhë, sepse dhe pilotat i ka vizituar shpesh Beqir Balluku. Nuk fliste gjëra që nuk i takojnë aviacionit. A, nuk fliste? Po, nuk ja fuste kur themi neve dikot. Po fliste ato gjëra... Ishte kujdesshëm? Po, me shumë kujdes, dhe për mendimin tim kishin një përgatitje të mirë. Beqir Balluku, ha? Beqir Balluku dhe... Se ai mbaroi shkollën në Bashkinë Sovjetike, se përpara se të shkollën në Bashkinë Sovjetike nuk kishte arsimim. Po. Dhe ka qenë një njeri i mirë, i komunikueshëm. Po? Për shembull, neve në aviacion pastaj kur na ndodhin katastrofa ajrore, ai në vend që nuk vinte për na dërmuar, për na dëshkuar, po e shifte që neve ishim shumë të vrarë dhe shpirtërisht, dhe pastaj ai na jepte një zemër neve.
Ju të zëmër Po, Beqi se më Balloku. thoshte di, mos të bëjnë më se fundi di jeta di këtë i ka, për na ju përgatituni për atë që Ke përshtypje mirë për Beqi Balloku? Unë kam përshtypje të mira. A i kanë ngjarë mbesa? Në pamje po. Në pamje, Në pamje. I kanë ngjarë, I kanë ngjarë komplet. Qa thua? Identik. Belinda. Po, Belinda di unë kur e shoh atë më duket sikur po shoh Beqi Ballokun. Qa thua? Po. Po kështu në tip? Po në tipin nuk mund ta përcaktoj, po punëtore është. Punëtore është? Po, Po punëtore. Beqiri ishte punëtor? Punëtori ishte. Ishte, ha? Po, punëtori ishte dhe nuk rrinte një ditë në një vend të pavajtur në E vrau Elveri. E po shkatoj. Si e kalove atë ditë? A ditë e di, unë shpetërisht e di, sigurisht e di pa e thanë kuj, të them drejtën, po shumë rëndë. E përjetove keq? Po, keq e përjetove. Sepse kishe simpati. Jo, vlerësim pozitiv. Vlerësim pozitiv, Vlerësimi po. të njëri që nuk meriton të përfundojnë në atë mënyrë. Në plumë. Po. Dhe nga Beqi Balloku shkuat në Jo, Petri Dume. Petri Dume. Se- Nuk e dia, kemi një foto të Petrit Dumes,